se ju jeni kryeministri i Shqipërisë, si vlerësoni tani marrëdhëniet në Shqipëri dhe cilat janë fushat ose pikat që keni më shumë kujdes? Kujdes në që kuptim? Do të thënë keni më shumë interes? Në interes. Marrëdhënia jonë me Kinën ka qenë dikur një marrëdhënie jashtëzakonisht e afërt. Shumë e afërt. Pastaj gjërat ndryshuan, edhe jemi shumë më larg se sa që mund të jetë Kina me shumë vende të tjera, edhe këtu në rajon, për jetë vërtetës. Por marrëdhënia është miqësore. Nuk diskutohet, marrëdhënia është miqësore. Nga ana tjetër, progresi i Kinës është i jashtëzakonshëm. Unë jam duke ndjekur një përkthim të një libri që më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Një libër i shkruar nga një ekonomiste kineze që ka studiuar në Shtetet e Bashkuara, që jeton midis Kinës edhe Britanisë së Madhe, është profesore në LSE, London School of Economics. Edhe ka shkruar një libër që titullohet The New China Playbook. The New China Playbook, po, anglisht po e them. Le të themi, nuk e di se si edhe bile këtë po diskutonim me përkthyesin, me botuesen, sepse si ta përkthejmë në shqip playbook. Por mund të përkthehet manuali i ri i Kinës, po themi. Pra, manuali është një dokument që të shpjegon se si ti të përdorësh makinën, se si ti të përdorësh si ti të montosh apo të çmontosh, kupton? Ose manuali i punimeve, o manuali i mineraleve, manuali i mallrave. Pra, është një libër që është i jashtëzakonshëm për mua. Është shkruar me qëllimin, siç e thotë dhe ajo, sepse ajo ka jetuar midis të dyja kulturave, dhe siç e thotë dhe ajo në fillim, është shkruar për të ndihmuar njerëzit që ta lexojnë Kinën, ta shikojnë Kinën pa paragjykime dhe jashtë stereotipeve që janë krijuar në botën perëndimore.